Trump feston 80 vjetorin me një spektakël në UFC në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa përballet me sfida të mëdha politike. Presidenti Donald Trump feston këtë të diel 80 vjetorin e lindjes me një spektakël të pazakontë që deri pak vite më parë do dukej i paimagjinueshëm, një mbrëmje me ndeshje të arteve marciale të përzjera në lëndinën jugore historike të Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, ndërsa atmosfera festive ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe mijëra spektatorë, ngjarjet e javës janë rikthyer në plan të parë në realitetet të vështira të presidencës. Trump po përballet me pasojat e një lufte të kushtueshme dhe jo popullore me Iranin, konflikt për cilin administrata e tij kërkon një marrëveshje përfundimtare, dhe pse detajet kryesore mbeten ende të pazgjidhura. Në të njëjtën kohë, vetëm pak kilometra larg Shtëpisë së Bardhë, punëtorët hoqën emrin e Trumpit nga qendra kulturore Kennedy pasi një gjykatës vendosi se emërtimi i institucionit me emrin e presidentit kishte tejkaluar kufijtë e arsyeshëm. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, presidenti do të jetë në qendër të vëmendjes në një arenë përkohshme të ngritur në oporin në Shtëpisë së Bardhë, ku mbi 4000 spektatorë do ndjekin 7 ndeshje UFC që pritet të zgjasin deri pas mesnate. Arena është ndërtuar në strukturën gjigande të quajtur The Claw, një hark metalik futuristik i pajisur me ndryqime. Presidenti i UFC Dana White, mik i afërt i Trumpit, e cilësoi aktivitetin një ngjarje unike dhe të jashtëzakonshme. Ai foli për promovimin të zhvilluar pranë memorialit të Lincolnit, ku ushtarët e UFC zhvilluan luftëtarët e UFC zhvilluan përmbajtje simbolike përpara kamerave. Trump ka kërkuar të lidh këtë aktivitet me kremtimet kombëtare të 250 vjetorit shpallës pavarësisë, megjithatë shumë vëzhguese shohin ngjarjen si një festë personale e presidentit. Madje samiti i vendeve G7 u shty për t'i mundësuar Trumpit pjesëmarrje në këtë aktivitet para se të nisej drejt Francës për takimet ndërkombëtare. Një faktor që mund të ndikojë në mbarvajtjen e spektaklit është edhe moti. Sujt forta dhe rufe ndërprerën aktivitetit paraprake të së premtes, megjithatë duhet të shohim se si do zhvillohen këto aktivitete.